Projekti DigiCore ka forcuar shoqërinë civile, ka nxitur vendimarrjen më transparente, gjithëpërfshirëse dhe digjitale në Shqipëri, Kosovë dhe Maqedoninë e Veriut. Përmes trajnimeve kemi fuqizuar të rinjt dhe komunitetet e shtresave të marginalizuara, ndërsa në platformën M-Community kemi sjellur një model konkret transparence dhe shërbimesh digjitale. Ky projekt ka rritur vetëdijen për qeverisjen e hapur, ka krijuar ura bashkëpunimi rajonal dhe ka ndihmuar në luftën kundër dezinformimit. DigiCore dëshmon se përmes digitalizimit dhe bashkëpunimit mund të ndërtojmë një shoqëri më të hapur dhe më transparente për të gjithë. Unë jam Liza Ndaj nga Fusharsi. Përpara këtij projekti nuk e dija si të përdorja telefonin apo kompjuterin dhe shpesh nuk arrija të merrja shërbimet që më duheshin. Në aktivitetin e projektit mësova shumë gjëra të reja, si të hyj në e-Albania, si të komunikoj me letë dhe si të informohem për të drejtat e mia. Tani përfshirë në jetën e komunitetit tim. Ky projekt më ka dhënë zë dhe më ka treguar se dhe ne gratë e thjeshta dhe të lëna pas me teknologjinë mund të bëhemi pjesë e ndryshimit. Unë jam Albina dhe kam marrë pjesë në programin mentoring nga Kosova dhe Maqedonia. Së bashku kemi mësuar mbi përdorimin e portaleve qeveritare dhe shërbimeve digjitale. Pas kësaj, unë kam qenë e gatshme për të ndihmuar moshat më të rritura, të moshuarit dhe gra për shumë shërbime online për të nxjerrë dokumente të ndryshme. Unë besoj se ne rinia jemi ura lidhëse ndërmjet digitalizimit dhe komunitetit që kemi rreth rrotull. Unë quhem Merseli. Jam një ri nga Fusharsi dhe jam shumë i lumtur që mora pjesë në kampin rinor të projektit DigiCore. Aty njoha të rinj nga Kosova dhe Maqedonia dhe mësova se si të përdor teknologjinë për të ndihmuar njerëzit në komunitet. Ishte një përvojë shumë e bukur që më frymëzoi të jem aktiv dhe të kontribuoj për një shoqëri më digjitale. Faleminderit. Përshëndetje, unë jam Diana Leka, jam drejtore në Institutin Edutas. Në kuadër të projektit DigiCore, atë mbështetëm nga Smart Balkans dhe në implementim me partnerët tanë që në NN, Edutas, Link 2442, ne kemi angazhuar shoqërinë civile në mënyrë që të ketë një zë në transformimin digital të vendit, për të informuar vendimarrjen pastaj për kitazime nevojat reale digjitale në vend. Gjithashtu, gjatë kësaj kohe, ne kemi kriju kurrikul për trajner, udhëzues praktik dhe broshura në përshtatshmëri me nevojat e qytetarëve për të eksploruar shërbimet publike online për Kosovë, Shqipëri dhe Maqedoninë të Veriut. Gjatë kësaj kohe, ne gjithashtu kemi përpiluar edhe një raport hulumtues ku evidentohen progreset digjitale në këto 3 vende, mirë po edhe spikatën boshllëqe të aftësive digjitale, përfshirjen e grupeve të marginalizuara dhe siguria kibernetike. Për më tepër, ne kemi ofruar edhe trajnime për ndërtimin e kapaciteteve digjitale për të rinjt, grupet e marginalizuara dhe për organizatat e shoqërisë civile. Pra, si përfundim, ky projekt ka dhënë edhe rekomandime për përfshirjen e nevojave reale për shërbime digjitale publike që i ndihmojnë përshtatshmërisë qytetare, mirë po edhe organizatat e shoqërisë civile. Unë jam Aisha Sali, kam qenë në trajnimin që është mbajtur për trajnerët e ri për e-Kosovën, që unë mbajt në Shqipëri. Për mu ka qenë një eksperiencë shumë e mirë, pasi që nuk kam qenë asnjëherë në veri të Shqipërisë dhe më ka rënë me po një qytet shumë të bukur, ka qenë në mirëpritje shumë e mirë, jena një shumë komod, po ashtu aty domethënë kam bo edhe shoqëri të reja, kam bo shoqëri që kanë qenë nga Kosova, nga Shqipëria, por po ashtu edhe nga Maqedonia. Këto aftësi që unë i kom marrë i kanë avancu domethënë aftësitë e mia digjitale, që i kam përdor edhe në jetën e përditshme. Këto aftësi po ashtu i kom nda edhe me familjar, me shoqëri, për shembull në fakultet, nëse ka pas dikush nevojë, i kom ndihmu. Po ashtu kom marrë edhe në edutask, domethënë edhe i kom ndihmu njerëzit të tjerë të cilët kanë pas nevojë.
Du me falenderu Edutaskun që ma ka dhonë këtë mundësi që me marrë këtë lloj përvoje dhe po ashtu në qoftë se në të ardhmen do të kishte përsërin ndonjë kësaj mundësie, unë do isha e pranishme në projekte të DigiCore. Unë quhem Lule Syla, nga Mitrovica. Falenderoj shumë për këtë rastin e digitalizimit të Air Kosova, që na ka bërë çështje shumë të lehtë në nxjerrjen e dokumentave të ndryshme. Përshëndetje, jam Asaj Tasani, fal projektit e DigiCore. Më kam mësu me përdu faqen e Kosovës për dokumenta, për fakturat të rrëmës, për çdo send që na duhet neve si persona më nxjerrëm i krejt të sene. Jo falenderoj ju për këto qasje. Ja sam Aleksandar Jovanovski od Centara za socijalni inovaciji Blink 4221 od Македонија. Изминатиот период имавме чест да работиме заедно со нашите партнери од Албанија и од Косово за намалување на дигиталниот јас, особено помеѓу маргинализираните заедници во нашите три држави. Она што успеавме да го постигнеме е да направиме студија во која се утврдуваат кои се тие причини слаби точки кои треба да се надминат на национално ниво и на регионално ниво. Она што исто така треба да се нагласи е за прв пат што М-заедница како дигитална платформа успеавме да ја воведеме во една од општините во Албанија, во општина Фушарес, на наше задоволство. Оваа платформа беше лансирана во август и има за цел да обезбеди двонасочна повеќе функционална комуникација помеѓу заедницата и општината, се со цел градење на доверба и особено дигитализирање на услугите, се со се да може да бидат задоволени сите потреби и да допре онаму каде што е најпотребно, до маргинализираните заедници. Ви благодарам.